Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur kryetaren e bashkisë Roskovec Majlinda Bufi. Sipas akuzës së ngritur nga SPAK, ndaj saj rëndon vepra penale përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike. Me përfundimin e hetimit, dosja është regjistruar zyrtarisht në gjykatën e posaçme, duke kaluar çështjen në fazën e gjykimit. Në njoftim thuhet se SPAK dërgon për gjykim kryetaren e bashkisë Roskovec për përdorim të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe më 14 nëntor 2025 ka dërguar për gjykim të pandehurën Majlinda Bufi në cilësinë e kryetares së bashkisë Roskovec. Ajo akuzohet për veprën penale përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Nga analiza akteve dhe provave të administruara gjatë hetimeve të kryera për këtë procedim penal, rezulton se pandehura Majlinda Bufi në detyrën e kryetares së bashkisë Roskovec, në kundërshtim me ligjin, i ka kërkuar shtetasit GB të mos marrë pjesë në votimet për zgjedhjet vendore të 14 maj 2023 dhe të mos përfshihet në veprimtaritë zgjedhore të partive të tjera politike. Më datë 6/5/2023 në orën 14:04 është publikuar në media artikulli me titull "Mos guxo të votosh". Publikohet audio përgjimi tjetër skandaloz i kryebashkiakes së Roskovecit. Transkripti i këtij regjistrimi tregon se pandehura Majlinda Bufi shfaqet e revoltuar nga shtetasi GB, i cili ishte përfitues i programit social të bashkisë. Përmirësimi i kushteve të banimit për familjet e varfra dhe të pafavorizuara, i miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak numër 40 datë 01/03/2022. Hetimet konstatuan se pavarësisht se kushtet sociale dhe ekonomike të familjes së GB e favorizonin atë si përfitues, objekti për të cilin ishte kërkuar mbështetje nuk ishte banesë ekzistuese, por një objekt i saponisur me mangësi dokumentare mbi pronësinë. Pavarësisht këtyre rrethanave, rezulton se pandehura kishte dijeni për përfshirjen e tij në program. Nga hetimi rezultoi se para takimit të regjistruar me kryetaren e bashkisë Bufi, para zgjedhjeve të datës 14 maj 2023 në banesën e shtetasit GB, kishin shkuar punojësit e IMT-s, Bashkia Roskovec, të cilët i kanë kërkuar llogari për punimet e kryera dhe ndalimin e vazhdimit të tyre. Më pas rezulton se shtetasi GB ka zhvilluar takim në ambientet e bashkisë me të pandehurën Bufi. Biseda është zhvilluar në një formë presioni, duke i përmendur se punimet ishin në tekalim të ndihmës dhe se shtetasi GB kishte kryer ndërtim pa leje. Ndër të tjera në këtë takim, e pandehura Majlinda Bufi i përmend atë faktin se i kishte dërguar mesazhe ku shtetasi në fjalë i thoshte fitore kandidatit të opozitës. E pandehura Majlinda Bufi me pretendimin për të shpëtuar shtetasin GB nga kjo situatë palishmërie ku pretendoi se ai ndodhej, i ka kërkuar që nga ky moment e derisa të mbarojnë zgjedhjet të mos hapi gojë, të mos flas as ai as familja e tij, por të shikoj punën e tij, të rrinë në shtëpinë e tij dhe të mos shkoj fare të votojë në zgjedhjet e datës 14 maj 2023. Kërkesa e të pandehurës Majlinda Bufi drejtuar shtetasit GB është bërë nën kërcënimin e masave administrative dhe kundër vullnetit të tij. Ai ka ushtruar të drejtën e votës në datën 14 maj 2023, sikurse ka qenë vullneti i tij.